Faleminderit shumë të nderuara media që jeni këtu sot. Mirko, we would like to perhaps do the media element immediately because we have a nice full gift here, which I would like to give to you. Thanks so much. And this is a piece of art from the women that actually have suffered through the war, but as a part of the process of overcoming trauma, then they've used art as a way to overcome trauma. And they create these beautiful art pieces. So they're a testament that you can heal with art and music. That is so The nice. healing form. Thank you so So much. we have a little gift here. So that's Oh, to you, from me. wow. Thanks so much. And thank you so much. We are honored to have you here. Oh, Your my presence. my first time in So- Pristina in the Balkan, Germany. So maybe we have this for the media here and the photographers over there, and for you to remember and come back, of course. And we expect you to fall in love with the city and He be already back. is. He already is. Yeah. Thank you. Thank you. A very special singer. Faleminderit shumë të nderuar media që jeni sot këtu bashkë me neve, me thonë mirë se ke ardhur me një artisti të madh italian, Zoti Mirko, që na ka nderuar me pjesëmarrjen e tij këtu në kryeqytet, pra në patronazhin e kryeqytetit. Ne sot do kemi një koncert të mrekullueshëm ku qytetarët e kryeqytetit kanë pasur mundësinë edhe të tjerët që na vizitojnë kanë pas mundësinë me eksperiencu një performancë të nivelit më të lartë botror, dhe i falenderohem edhe artës që në mes që ka kriju në pjesë të ndryshme të botës, se tash edhe mikun e madh Mirkon që edhe kemi pru sot këtu në kryeqytet, po dhe faleminderit shumë. Faleminderit juve, ju bërë të kishte mundën krejt kjo organizim. Si që tha maestro, është për herë në Ballkan. Edhe të gëzohem shumë që e patë mundësit me sjell pikërisht në Prishtinë, një nivel kaq të lartë, si që është zotëri Rubereli.